Mirëmëngjesi, Martin. Mirëmëngjes, ju përshëndes. Atë na trego se sa janë 3 e fundit që vinë lidhur me këtë ngjarje tragjike që në fakt ka shqetësuar jo vetëm Italinë, por gjithë shqiptarët. Po, në fakt, Italia është tronditur, mund të themi, nga një tragjedi në familjen Gola, ku 4 anëtarë të kësaj familje fatkeqësisht humben jetën si pasojë e asfiksisë nga monoksidi i karbonit, ku ata, duhet thënë, Gonxhe kanë qenë duke darkuar në banesën e tyre mbrëmjen e datës 5 shkurt, ku në fakt pa e kuptuar, ata janë gjetur në fakt pa shenja jete brenda në banesën e tyre. Sigurisht kanë qenë familjarë, të cilët kanë tentuar të komunikojnë me të afërmit e tyre, prej disa kohësh nuk ishin përgjigjur, ka qenë vllai i kryefamiljarit, i cili më pas ka njoftuar edhe karabinierët, të cilët kanë nisur menjëherë ndërhyrjen për të hapur derën kryesore, e cila ishte e mbyllur, dhe në momentin që ata kanë shpërthyer derën, më pas janë gjetur pa shenja jete të paktën 4 persona, siç është raportuar edhe nga mediat italiane, pra 4 anëtarë të familjes Gola, ku fatkeqësisht duhet thënë ka mbetur i lënduar edhe vëllai i tyre, i cili ka ndërhyrë dhe ndodhet në gjendje kritike për jetën. Paktën nga informacionet më të fundit ka qenë momenti ku është ndërhyrë së bashku me karabinierët, por edhe këta të fundit, duhet thënë, Gonxhe kanë marrë lëndime, por ata ndodhen me gjendje më stabël, paktën sipas edhe komunikimeve më të fundit që ne kemi patur edhe me kolegët italian, po ashtu edhe nga raportimet e mediave italiane. Sigurisht, shkak i tragjedisë, paktën nga informacionet më të fundit, ka qenë kaldaja re, ende pa garanci, çka ka shkaktuar një tragjedi mjaft të madhe në familjen Gola Gonxhe, duke lënë 4 viktima, siç e përmenda edhe më sipër, 4 anëtarë të sinjtës familje, të cilët nga informacionet ata kanë qenë duke u bërë gati për të ngrënë darkën, pra është tavolina, është gjetur nga karabinierët tavolina e shtruar në momentin që ata kanë hyrë brenda në banesë. Pra është cilësuar si një vdekje e cila nuk le, mund të themi, pra në një farë mënyrë është si vrasës i heshtur, paktën këtë e cilësojnë edhe specialistët, pra nga asfiksia monoksidit karbonit Gonxhe, duke lënë pra një person, pra duke lënë disa persona dhe duke mos pasur as ngjyrë as erë, dhe duke sjellë pra një situatë mjaft të rënduar, siç është rasti tragjik i familjes Gola, të cilët kishin vite që jetonin në Itali. Faleminderit shumë, Martin, për këto informacione, shumë të brenda padyshim, po jeta është e tillë ndonjëherë. Faleminderit për këto informacione që i solle, ndoshta kjo mund të jetë edhe në një farë mënyrë si një mësim edhe për ato familjet që përdorin gazin në shtëpitë e tyre. Shpresojmë që vëllai apo personi tjetër familjar të shërohet, të marrë veten sa më shpejt, dhe urojmë që sa më